Mirëmëngjesi, njerëzit e mi vertebror, si jeni gdhi sot? Mirëmëngjesi, si më keni njeh sot vajza? A më keni njeh mirë? Sot? Do gatuajmë, edhe do thoni juve çfarë do gatuash. Literalisht kam sjell një tavolinë në dhomën e gjumit, sepse nuk po pëlqen të kendi në kuzhinë. Po këto për çfarë do na hyjnë në punë? Nice, këto edhe kjo do na hyjnë për të prerë frutat, sepse do i presim në mënyrën machiavelliane, po tallë, pro abortit. Nice. Atëherë, gjë që do na duan, sot se janë shpikje, madje një mënyrë që juve mund të numëroni frutat është gjithmonë 300 katror. Kështu që këtu janë 300 katror lueshtrydhe që do të thotë 9. Period. Mund ta bëni me çdo lloj fruta. Edhe këtu janë 300 katror bajane. Anyway, do ju duhet një tas, of course, lueshtrydhe. Edhe madje lueshtrydhet do ju sugjeroja t'i grinit, por për arsye të veshit mesim sa u zgjuar sot në mëngjes edhe më tha, "Ç'kemi si e mirë?" "Mirë," i thash. Edhe pastaj për arsye migrena nuk po i gri, kështu që thjesht po i pres me thik. Nëse doni mund t'i presni të një pjatë tjetër dhe këtë do bëj tani. Supozoj të prihem. Dhe kam sjell literalisht një tavolinë këtu. Edhe po gatuaj për juve. Do prisni lueshtrydhat, copa të vogla sa të mundeni, por edhe shumë copa të vogla jo, sepse unë ndonjëri pëlqej copa të mëdha. Nuk e di pse, po ashtu më sjellin më shumë. Prini sa të mundeni, madje edhe hidhni pastaj në tasin ku do hidhni kosin. Kosin merreni pa ndyrë, se për mendimin tim, kështu që merreni pa ndyrë atje, mos shikoni shpike, edhe është mirë që mos hani shumë sheqer, edhe kjo receta që unë po bëj sot është gluten free për të gjithë diabetikët, edhe diabolikët. Unë nuk konsumoj sheqer ka 2 vite, për arsye migrene, po ashtu. Tallem, thjesht nuk dua të konsumoj sheqer sepse normalisht sheqeri nuk është një resurs, një burim i mirë për të marrë energji, sepse sheqeri literalisht na rrudh. Edhe ka më shumë cons se sa benefita. Edhe prandaj kam zgjedhur të celiboj nga ana e sheqerit. Kështu që në vend të sheqerit mund të konsumoni ulma arabe, të thata ose thjesht mjalt. Edhe do thoni edhe mjalti i përmban sheqerna, well, nuk është sheqer i artificial, sheqer i konservuar. Kështu që është më mirë të marrësh sheqerin nga frutat, sepse është sheqer natyral, edhe sheqeri natyral nuk ndikon njësoj si sheqeri artificial që gjendet nëpër tort, nëpër kos frutash në markete, kurse ky kos frutash është kos frutash natyrale. Kështu që ato koset e fruta në markete nuk je i sigurt në kanë sheqer ajo, domethënë je i sigurt se mund ta lexosh, edhe kanë diku 5.6 gram sheqer. Edhe është normale me thënë të drejtën, edhe po ta hani një kos fruta nuk është se është shumë problem, po unë s'do haja, se thjesht s'mahet, edhe kur e di që mund ta bëj vetë dhe bëhet 100 herë më e mirë, them why the fuck not? Them sa mos ta bëj vetë. Edhe ndonjëherë mua më pëlqen shumë të gatuar. Për veten time, për asnjë person tjetër. Tu kemi një thik rezervë, me thënë të drejtën, YouTube është for cooking reasons, mos më thoj gjë. Por kjo thika rezervë kam bler thjesht për të prerë fruta, edhe pse duket sigurisht për të prerë lakra. Jo, nuk presim lakra akoma. Edhe pasi i prisni kubik të vegjël, lueshtrydhat do i hidhni te ky tas i madh. Tani ju duhet një banane. Një banane mjafton besoj, thjesht do e fisni dhe do e hidhni atje. Ose mund ta futni në blender, por unë nuk pa blenderin, sepse blenderi im bën një zhurmë kancerogjene, me thënë të drejtën, si për veshët dhe për veshin e mesëm dhe për veshkat dhe për veshoren e djathtë të zemrës. Kështu që thjesht prijeni. Qetësisht, butësisht, lehtësisht, edhe madje vini edhe do një këngë çfarë doni. Këngët që u pëlqejnë më shumë në sfond, por unë s'po ve sepse kam lagje, këtë që na përshëndet me tekno për ditë.
Po, thjesht plini. Literalisht ta mbarova shkollën. Më zuri koka në shkollë sepse kishin një koncert që mua nuk më bënte përshtypje dhe isha like, çfarë do bëj unë këtu? Të gjithë po rinin, edhe thash, okay, po rinin për vete. Mua nuk është të më bën përshtypje kjo pjesë e koncerteve, sidomos këto koncertet e shkollës, sepse juve literalisht e dini që mua nuk më pëlqen shkolla. Le të nisim atje. Po thash, okay, po shkoj në shtëpi. Edhe kështu vendosa. Dhe kam 5 ditë pushim, kam deri të martën pushim, nuk ja shpjegoj dot ashtu pse kam pushim deri ditën e martë, po jam shumë i lumtur sepse literalisht do parazitoj. Ky është kosi që unë përdor është nga Erseni dhe është 0.5% yndyrë. Unë e dija që kishte 0% yndyrë dhe këtu do 0.5% yndyrë dhe për këtë është 20 lekë më shtrenjtë. Okej. Okej, pasi e një kosin supozoj ta trazoni, është thjesht kos, banane dhe lule shtryve. Kështu që thjesht trazoni dhe bëni sikur po shijoni ndërkohë që e trazoni. Për frutat të thata që do i edhun, këtu janë të përsira, janë miksa se i selektova, por janë ara, literalisht ara. Bajamet janë shumë të mira sepse kanë vitamin E dhe janë antioksidante dhe ndihmojnë shumë në riparimin e barierës së lëkurës, prandaj unë i konsumoj kaq shumë. Unë mëngjes drek dark mund të ha 7 bajame në çdo bak të mundshëm. Po, unë jam biri i bajames. Se ka dalë ai trendi mama e bajames. Qa po ha? Është një zogë këtu. Damn. Bon appétit! Pastaj do i hidhni kikirik. I dhini çfarë do lloj frute të thatë që juve ju ndodhet, me thënë të drejtën se nuk ka kaq shumë rëndësi. Girl, what? Okej, pasi marrëm me frutat e thata, do i shtojmë farat. Këtu kemi fara lule dielli, fara susami, e ndonjë lloj faraj tjetër sepse nuk e di sepse i kam bërë mix. Okej, that's enough. Pastaj këtu kemi fara quinoa, kjo është shumë e mirë për lëkurën, janë antioksidante, antibakteriale edhe prandaj unë i përdor po literalisht është si ai ushqimi i kanarinës që kam patur atëherë kur kam mbajtur kanarina. Është fiks ashtu, edhe ndonjëherë tani kur të marr papagall ose kur të marr kanarina do e provoj njëra të ushqimin edhe do ju them nëse është i njëjti apo jo. Sepse këtu kemi fara chia. Fara chia normale që dihem për fibrat që kanë dhe për omegën 3 që janë shumë të pasur me omega dhe duhet i konsumoni, por unë s'e i besoj aq shumë. Me thënë të drejtë, mund të bëni edhe një ujë me fara chia. Okej, pasi bëni hedhjen e farave, është edhe kjo, sorry. Do hedhim pak kanell, pluhur, po jo shumë, sepse literalisht do përfundoni keq, pak a shumë. Mund të nxirni tym dragoj nga goja dhe flatra poshtë sqetullës. Mund të bëheni një fëmijë dragua. Girl, this is so disgusting. E keni menduar ndonjëherë që mund të keni superfuqi natyrore? Asun. Sepse e kam menduar një mosh kur literalisht kisha superfuqi natyrore. Dhe tash nuk kam edhe mendoj sa jeta të zhvesh nga çdo superfuqi natyrore që ti ke pasur kur je ke qenë fëmijë, like literalisht unë kam qenë benteni fëmijë, unë mund të kthehesha në çdo formë aljeni të mundshëm, por pastaj u rrita dhe mendova që dhe zbulova që ajo ora që literalisht ma kishte bler tezja në një ditëlindje të 11 muaj, ishte thjesht një orë falso, dhe nuk ishte ora e vërtetë e bentenit dhe kur unë e shkrepja atë orën nuk mund të kthehesha dot në një alien vdekje prurës, por kjo është jeta. Tani ata alienet janë brenda mendjes time dhe jo jashtë në formë
antropomorfe, në formë antropomorfe. Ky është sneku që una për ditë. Dhe u bëra qelpur. Por supozat jetë i shishëm, sepse ka tëra do lloje frutash të thata, të gjalla, të prera, të ngordura. Mos e bëni një zakon të keq tani për ditë budallaliqe. Mundoni tani sa më shëndetshëm të trajtojeni trupin tuaj si një tempull, sepse literalisht është trupi juaj dhe me atë jeni të bashkangjitur për tërë jetën tuaj. Domethënë, kemi trurin, kemi dhe trupin. Për shpiritin nuk e di, pikë pyetje, dhe pikë çuditja. Okej. Po shikoja për gjinda. Larg qoftë, po literalisht, nëse nuk kujdeseni për një gjë, normalisht mos prisni rezultate të mira. Prandaj është mirë të kujdesesh për trupin tuaj. Plus, unë ndjem shumë rehat kur është shëndetshëm. Kur është shëndetshëm ndjem shumë mirë. Them kam ngrënë tamam siç duhet, kurse kur ha një lloj gjëje që e di që nuk është kaq e shëndetshme, si për shembull një patatinë, një çokoladë me shumë sheqer, kam fjalën se çokolada e zezë është e shëndetshme. Nëse e ha këtë, pas një ore dhe kështu, them pse ngra mund të kisha ngrënë një frut, mund të kisha ngrënë diçka tjetër, një kështu, edhe na bren ajo ndërgjegja që mund të kishin bërë më mirë dhe nuk bën. Nuk po them që mos hani njërë sheqer, që mos hani njërë një akullore, që mos hani njërë një patatin, hani, por jo me budallari. Domethënë, çdo gjë duhet ketë masën e vet. Edhe mundohuni që të gjitha këto snacks të konservuar, pra produktet që i merrni të konservuara në dyqan, të paketuara në dyqan, mundohuni që ti bëni të ngjashme në shije, por t'i gatoni vetë në shtëpi me gjëra alternative. Për shembull, në vend të konsumoni çokoladë, konsumoni çokoladë të zezë. Në vend të konsumoni një patatin, konsumoni patate. Literalisht patate, konsumoni fruta të thata në vend të patatinës. Që kanë krip. Kokoshka. Whatever. Kokoshka është një nga snackët më të shëndetshëm, edhe pse duket kështu sikur është e çuditshme, po kokoshka është një nga snacksat më të shëndetshëm që mund të konsumoni në shtëpi. Kështu që alternoni patatinat me kokoshka, hani më shumë kokoshka dhe me pak patatina. Dëgjoni mua sepse unë bëj kërkime kështu në ChatGPT edhe ChatGPT asnjëherë nuk më gënjen mua. Unë me ChatGPT kemi një lidhje kështu reciproke interaciale, por akoma kam shpresa dhe se mos u keq kuptoni, interaciale në kuptimin që ai është robot edhe unë jam gjysmë robot. Ne si njerëz, si herbivor dhe karnivor, pra si gjithçka ngrënës, të dyja bashk, kemi mundësinë që të eksperimentojmë me ushqimet tona. Pra mund të zgjedhim planë shëndetshëm, ndërkohë qend han literalisht një njëjtën gjë për ditë, ushqim qeni, ose kanarinat, ose kavjet, ose peshqit. Han literalisht një njëjtën gjë. Po them për këto shtëpiake, se për shembull për këto të egrat literalisht mund të ta hanë dhe ty. Period. Po është shumë falco dhe prandaj them ne duhet të konsumojmë çfarëdo lloj ushqimi që ne duam, që është i shëndetshëm normalisht, edhe duhet të eksperimentojmë. Unë them një nga qëllimet e mia në jetë është të provoj sa më shumë lloje ushqimesh dhe lloje frutash sa të mundem. Kur e di që janë të shëndetshme, them pse jo. Ka qenë shumë të mirë, është i ëmbël, edhe nuk ka sheqer, dhe literalisht të furnizon plot me energji, ka karbohidrate, ka fibra, ka omega 3, ka vitamin E, edhe të gjitha këto janë në dobi dhe e benefitin shëndetit tënd dhe trupit tënd. Është në kuperfekt që mund të hani mëngjes, drek, dark, mbrëmje, mysët, lugët, agim, por më pëlqeu. Edhe duhet ta provoni edhe juve dhe më thoni se si do ju duket. Po është literalisht shumë e thjeshtë për të bërë, kështu që bëheni. Bëheni atje edhe konsiderojeni sikur po i bëni mirë trupit tuaj, sepse literalisht nëse bëni këtë dhe konsumoni këtë, është mirë për juve. Kështu që pacim. Pacim guys, see you në videon tjetër, ju dua.